Po thuhet që burrëria ka rënë me kalimin e kohës, pra burrat nuk janë më se më përpara. Pikërisht edhe për shkak të këtij hormoni, i cili në studime të ndryshme ka dalë në një ulje të ndjeshme tashmë, kur janë bërë analiza të ndryshme faktoriale. Kështu që ne për këtë gjë do të flasim sot. Na duhen ca përgjigje dhe kë kemi sot kënaqësinë të kemi. Padyshim që edhe publiku e njeh dhe është mësuar që ta ketë gjithmonë për këto këshilla. Kemi kënaqësinë të kemi Shkëlqim Balili, mirëmëngjes dhe mirë se erdhët, ginekolog. Shumë i njohur dhe nga ana tjetër që të gjithë njerëzit e besojnë për të gjitha këshillat dhe atë çfarë jep. Faleminderit që jemi ne sot. Kënaqësi shumë. Dhe unë ju përshëndes për ftesën dhe ju them që kjo vërtet është një problematikë dhe që natyrisht është mirë që të gjithë kenë një informacion, sepse në fundit është aktivitet jetik dhe nuk mund të bëhet fjalë për një hormon që quhet testosteron, po bëhet fjalë për një problem shumë herë më të rëndësishëm, shumë herë më serios dhe preokupant, që është shëndeti riprodhues. Pra, testosteroni është një hormon i cili normalisht sekretohet tek meshkujt, po hormonet të rëndësishme si testosteroni janë dhe hormonet femërore, të cilat krijojnë një bazament, një funksion thelbësor jetik që është shëndeti riprodhues. Dhe faktisht që ne kemi nevojë shumë të madhe për shëndetin riprodhues. Mua më bëri përshtypje ajo që thatë ju për kafen. Kafja italiane. Po. Vërtet shumë e mirë është dhe aromën e ka, por ka një gjë që njeriu të zgjohet me energji dhe ta përshëndesh diellin i fuqishëm, i shëndetshëm, faktori esencial është gjumi. Pra, gjumi është ai që jep energjinë, gjumi është ai që jep ripërtritjen e hormoneve, gjumi është ripërtritës dhe riciklues i të gjithë toksinave gjithçka gjaku dhe gjumi, pa gjumë nuk ka jetë. Zotë Balili, do thotë kjo që kush nuk... Kështu që një njeri që fle mirë, që fle 8 orë, që rregullon muskujt dhe sistemi nervor, ngrihet i fuqishëm, dhe një njeri që nuk fle mirë dhe ngrihet i del gjumi 3 herë natën, dhe ka shumë njerëz në moshat 60 e lartë që çohen nga prostata, ose në menopauzë. Pra, këta njerëz çohen dhe janë të lodhur që në mëngjes dhe duan 7 kafe të shkojnë darkë. E qartë, pra... Ani, për temën që keni zgjedhur, unë dua t'ju them një gjë fillimisht. Po. Trupi njeriut formohet nga 50 trilion qeliza. Këto 50 trilion qeliza janë në një komunikim fiziologjik dhe kanë një messenger, kanë një lajme dhe komunikime kimike nga disa lëndës të super specializuara që quhen hormone. Ku hyn edhe testosteroni. Tashi, nëse unë do t'ju pyes juve se ç'është hormoni, nuk e di a do më jepni përgjigje. Po fakti i parë duhet që ne të kuptojmë sot në këtë kohë se ç'është hormoni. Pra, në sistemin e organizmit ton, në fiziologjinë ton, ekzistojnë disa gjëndra, të cilat quhen gjëndra endokrine, për një fakt, sepse prodhimin e tyre e derdhin direkt në gjak. Nuk kanë kanalizime të larta dhe këto bëjnë komunikimin e të gjithë këtyre qelizave. Pra këto hormone. Dhe ne jemi gjallë në gjumë dhe kur jemi zgjuar vetëm në sajt të këto komunikimi. Pra, ky komunikim perfekt rregullon shëndetin. Nëse ky komunikim prishet, atëherë të gjitha problemet mjekësore dhe të gjitha ndërlikimet mjekësore vijnë nga mos komunikimi hormoneve. Qartë. Dhe në meshkujt dhe në femrat ne kemi hormonet endokrine, që quhen gonadet ose hormonet seksuale. Dhe këto prodhohen së pari nga gjëndra etalon, ose balkoni, ose gjëndra e përgjithshme që ndodhet në qendrën e trurit, i quhet hipotalamus. Hipotalamusi është gjëndra që drejton sistemin endokrin,
që drejton mbajtjen e temperaturës, që ne jemi krejt normal me temperaturën, që mban metabolizmin, që mban dhe seksin dhe të gjitha. Dhe pastaj vjen një gjendër tjetër që hipofiza, e cila prodhon edhe hormonet femrore, edhe hormonet mashkullore që veprojnë në tjetër formë. Po ju them, për meshkujt, hipofiza prodhon testosteronin. Testosteroni është një hormon mashkullor i cili ka për detyrë të japi prodhon atë që quajmë LH e prodhon hipofiza, dhe hipofiza ndikon tek testet. Kemi 2 organe kryesore, testet që janë tek meshkujt dhe vezoret që janë tek gratë. Vezoret prodhojnë ciklin menstrual dhe japin zhvillimin sekondar që është femër, dhe testosteroni jep hormonin mashkullor dhe jep shenjat sekundare seksuale që ndahen në pubertet. Ndahet kush është mashkull, kush është femër. Janë shenjat sekundare seksuale. Mashkulli ka zërin, ka formën, ka pilozitetin, kanë muskujt, ka trupin, ndërsa femrat kanë shenjat e veta, kanë trupin e vet, kanë gjoksin, kanë vithet, kanë formën, tek meshkujt zhvillohet sperma, tek vajzat shkrijohet cikli menstrual. Pra të gjitha këto janë varësi të hormoneve femërore dhe mashkullore. E qartë. Ndërkohë, diçka që më bëri përshtypje ishte që doktori përmendi pjesën e gjumit. A do të thotë kjo që dikush që nuk plotson orët e gjumit mund të ketë tendencë më të pasur më pak testosterone në vijim? Pra, shumë e drejtë është. Gjumi është jeta. Pa gjum nuk ka jetë, dhe gjumi është ripërtritës i të gjitha hormoneve. Mandej do t'ju them dhe një gjë. Gjumi është esencialisht shumë i rëndësishëm dhe tek moshat që janë mbi 50-60 vjeç dhe tek të rinjt, kuptohet? Dhe gjumi duhet kuptuar. Ne kemi ne kemi 3 sy në fakt. 2 sy na duken, që i shikon gjithë bota,